Rruga Tetov-Prizren. Ajo që është e qartë deri më tani është se punimet nga Republika e Maqedonisë së Veriut dhe Kosovës nuk kanë ecur me tempon e njëjtë. Njëjësisht Kosova është shumë më para. RMV ka kryer detyrën projektuese, ndërsa prej shpalljen e tenderit. Kjo diferencë e ecjes së punimeve sipas zëvendës ministres së transportit Kaltrina Zekulli Shaqirit është për shkak se qeveria e kaluar nuk ka punuar asgjë mbi këtë projekt. Nuk është dinamika e njëjtë, pasi që te neve nuk ishte punuar më herët as pak dhe neve, siç të përmenda në fillim, startuam qysh nga jetësimi asaj kontrate, krijimi i grupit punues, njoftimi me ta, ndarja e detyrave, detyra projektuese u bën nga ne. Shkojnë në Kosovë, pritëm miratimin e tyre, ata kishin e dini me zgjedhje disa cikle një pas një, edhe ajo pak na mori kohë, stagnoi, tash për buxhet janë të parametet për projektin final, po presim do të hapet tenderimi. Se po prej shpalljen e tenderit nga qeveria jone përmendje edhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, gjatë qëndrimit të tij më 9 maj në Shkup. Sa i përket rrugës Prizren-Tetov, Komisioni ndërshtetror për realizimin e këtij projekti është formuar qysh në vitin e kaluar. Tani pritet hapja e tenderimit për projektin final, për të cilën qeveria e Maqedonisë së Veriut ka ndarë 2 milion euro. Presim që sa më parë të fillojë ndërtimi i kësaj rruge me rëndësi strategjike për ndërlidhjen dhe zhvillimin e dy vendeve tona për qytetarët dhe bizneset. Kurse sa i përket tunelit, zëvendës ministre Zekulli thotë se ende nuk është detajizuar, sepse tuneli është pjesa më kritike e projektit, është terren malor dhe është i kushtueshëm. Punimet në Kosovë kanë nisur më 13 gusht 2024. Paraprakisht më 2 gusht 2024, Kosova nënshkroi kontratat për realizimin e punimeve për këtë projekt, ndërsa më 23 maj 2024, në Kuvendin e Republikës së Kosovës u miratua propozimi për ratifikimin e marrëveshjes për bashkëfinancimin e punimeve në rrugën Tetov-Prizren.